jemi me komandant Robert Balin, me të cilin po flasim për jetën dhe karrierën e tij në forcën detare. Zoti komandant, tash duam të dim kështu origjinën tuaj dhe si u lidhët juve me shkollën e marinës e kështu. Ka ndonjë arsye, ndonjë motiv kjo? Shukë dhe filloj zanafilla, ose kur pash për e pare ose mungjit çështja e te, ka qenë viti 55 kur ka ardhur një njësi e flotës sovjetike këtu në Durrës dhe ata kaluan erdhën në Tiranë. Unë atëherë isha gjimnazist në Tiranë, në gjimnazin Kemal Stafa. Dhe më bërë përshtypje pëlqeu uniforma ndaj këtej, mirë po. Erdhi koha që mbarova gjimnazin edhe aplikova për në universitet. Me po në atë kohë si quket ishin bërë këto marrëveshjet që këtu do të krijojë një flotë dhe këtë edhe me një kohë. Dhe për moshën që mbushja atëherë, kaloi një dokument edhe nga deka ushtarake, si quket në përzgjollën. Dhe një ditë bukur më thonë mund të ka dalë për në bashkirës së tij për marinë. E çuditshme patjetër. Lidhje me detin kam pas vetëm kur vinja për plazh me familjen. Po, më tutje s'më lidhte asgjë. Filluam atë na grumbulluan tek shkolla e bashkuar. Ishim nga qytete të ndryshme. Aty u njohëm edhe me shok që s'ishim parë dhe herë. Çfarë do të thosh tash? Jo, vetëm